Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Sheshi Skënderbej në Tiranë është mbushur me mijëra shqiptar nga të gjitha trevat të cilët protestojnë për ish-krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës që po mbahen në hak që prej 5 vitesh. Flamuj Kuqezi dhe ata të UÇK-s mbulojnë të gjithë sheshin, ndërsa veteranët e UÇK-s udhëheqin tubimin. Në protestë marrin pjesë figura të njohura si ish-presidenti Alfred Mojsiu, kryetari i PD-s Ali Mehmeti, kryebashkiaku i Prishtinës Përparim Rama dhe Lufti Harizi i LDK-s. Mijëra shqiptar nga të gjitha trevat kanë mbushur sheshin Skënderbej në Tiranë, duke shprehur mbështetje dhe solidaritet për ish-krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, të cilën ndodhen në hak që nga viti 2020 në akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Protestuesit dhe veteranët e UÇK-s kanë vënë flamuj Kuqezi dhe flamuj të UÇK-s në të gjithë sheshin, duke krijuar një atmosferë solemne dhe të vendosur. Në mes të turmës ishte i pranishëm dhe Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçit, i cili u pa pranë deputetëve socialistë. Ky tubim mblodhi edhe personalitete të njohura politike dhe komuniteteve shqiptare nga rajoni, duke përfshirë ish-presidentin shqiptar Alfred Mojsiu dhe kryetarin e PD-s Ali Mehmeti. Po ashtu pjesëmarrës ishin dhe kryebashkiaku i Prishtinës Përparim Rama dhe Lufti Harizi, një nga drejtuesit kryesor të LDK-s. Protesta u organizua kryesisht nga veteranët e UÇK-s, të cilët kanë shprehur shqetësimin për mungesën e përparimit në procesin gjyqësor dhe kërkojnë drejtësi për ish-krerët e tyre. Në distancë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe kryeministri shqiptar Edi Rama nuk morën pjesë, duke shkaktuar disa reagime nga organizatorët që e konsiderojnë mungesën e tyre si të dëmshme për mesazhin e protestës. Tubimi simbolizon jo vetëm kërkesën për drejtësi, por edhe mesazhe të forta për njohjen e respektimit të kontributit të UÇK-s gjatë luftës, duke rikujtuar publikisht sfidat dhe sakrificat e kryera nga ish-luftëtarët dhe udhëheqësit e tyre. Qindra ish ushtar të ushtrisë shërbimtare të Kosovës u pritën në pikën kufitare me përshëndetje ushtarake, ndërsa veteranët dhe qytetarë të tjerë nga qytete të ndryshme të Kosovës nisën rrugtimin drejt Tiranës. Protesta ndërkombëtare ka për qëllim të kërkojë drejtësi për ish-krerët e UÇK-s dhe ish-deputet kosovar që po mbahen në akuzë për krime lufte. Mijëra shqiptar me flamuj kombëtar dhe të UÇK-s i bashkohen thirrjes për liri dhe respektim të drejtave të tyre. Këtë të premte, pika kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë shndruan një vend simbolik për mijëra shqiptar. Qindra ish luftar të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, të veshur me uniforma ushtarake dhe me emblemën e UÇK-s, u pritën në përshëndetje solemne ushtarake. Drejtuesi i policisë kufitare nga të dyja shtetet u dekuruan nga veteranët gjatë kalimit të tyre, një simbol respekti për kontributin dhe sakrificën e tyre gjatë luftës. Përveç ish luftëtarëve, në rrugën drejt Tiranës morën pjesë edhe veteranë të tjerë me motocikleta, si dhe mijëra qytetarë të Kosovës që udhëtuan me autobus nga qytete të ndryshme. Të gjithë mbartin një mesazh të qartë, liri për çlirimtarët, duke treguar mbështetje për ish-presidentin Hashim Thaçi, ish-kryekuvendtarin Kadri Veseli e Jakub Krasniqi dhe ish-deputetin Recep Selimi, të cilët ndodhen në paraburgim tashmë 5 vjet për akuzat e lidhura me krime lufte. Në mesin e qytetarëve ishte edhe Presheva, ndërsa gjatë ditës presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kaloi kufirin në Vërmicë dhe më vonë udhtoi drejt Tiranës për çështje private. Flamujt kombëtar dhe ato të UÇK-s e bën atmosferën më të zjarrt, duke treguar vendosshmërinë e qytetarëve për të kërkuar drejtësi dhe respektimin e të drejtave të ish-krerëve të luftës. Tirana këtë të premte pritet të shndrohet në një qendër simbolike për shqiptarët që mbajnë gjatë thirrjen për drejtësi dhe nderimin e sakrificës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Shqipëria dhe Turqia kanë vendosur si objektiv rritjen e shkëmbimeve tregtare në nivele të reja me synimin për t'i dyfishuar ato në vitet e ardhshme. Kryeministri i vendit Edi Rama e cilësoi partneritetin mes dy vendeve si një autostradë suksesi që lidh Bosforin dhe Adriatikun, duke e parë këtë marrëdhënie si një bashkëultim drejt zhvillimit të përbashkët. Ai theksoi se ura që lidh Ankaran me Tiranën është më e fortë se kurrë, duke u mbështetur në projektet infrastrukturore strategjike si korridori i 8 dhe porti i ri Durrësit. Në një forum të mbajtur në Tiranë, përqendruar në fuqizimin e bashkëpunimit ekonomik midis Shqipërisë dhe Turqisë, kryeministri Edi Rama ftoi bizneset turke të rrisin investimet në vend, duke theksuar rëndësinë e lidhjeve të qëndrueshme tregtare dhe ekonomike. Ai e përshkroi marrëdhënien si një autostradë suksesi që lidh Stambollin me Tiranën dhe përforcon korridorin lindje-perëndim, duke përfshirë portin e ri të Durrësit dhe korridorin e 8.
dhe nesër të ndërtojmë një autostradë suksesi midis Bosforit dhe Adriatikut, sepse kjo marrëdhënie nuk është thjesht ekonomi, kjo marrëdhënie është vëllazëri, është besim, është një bashkëudhtim drejt ardhmës. Ura që sot lidh Stambollin me Tiranën është më e fortë se kurrë. Ura që sot lidh Turqinë zyrtare, Ankaran me Tiranën zyrtare është më e fortë se kurrë. Një urë që bashkon dhe që e bën më të shpejt dhe e bën më të lehtë. Edhe lidhjen e lindjes me Perëndimin përmes korridorit të 8 dhe portit të ri të Durrësit, por njëkohësisht që lidh historinë me të ardhmen. Në të njëjtin takim, zëvendës kryeministri Belinda Balluku i bëri thirrje biznesmenëve turq ta shohin Shqipërinë si një vend me potencial real për investime fitimprurëse. Ajo theksoi se investimet e ardhshme nuk do të jenë me gjeste solidariteti si në vitet e para të demokracisë, por nisma ekonomike që gjenerojnë të ardhura dhe vende të reja pune. Në dorë, investoni tani. Nuk do të bëheni pishman, siç e themi edhe në Shqip duke përdorur një nga fjalët e shumta turke. Edhe vetë presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pak ditë më parë në Shqipëri, i bëri thirrje të gjithë investitorëve europian që sot është koha për të investuar në Shqipëri. Investoni jo si një gest solidariteti, ashtu siç e keni bërë në vitet e para të demokracisë në këtë vend, aq më pak si një akt barmirësie, por si veprimi më i zgjuar që dikush si ju mund të bëjë sot për të rritur më tej biznesin e tij. Sipas të dhënave të fundit, Shqipëria ka 578 biznese me pronësi turke dhe 80 sipërmarrje të përbashkëta, me stokun total të investimeve që ka arritur 1.3 miliard euro. Sali Berisha kritikon ashpër vendimin e gjykatës kushtetuese për ripërtëritjen e përbërjes së saj, duke akuzuar tokat e zeza për shkelje të kushtetutës dhe opinionit të Komisionit Venecias. Ai e lidh nxitimin e këtij vendimi me gjyqtaren Sonila Bejtja, relatore e vendimit që pezulloi zbatimin e dekretit të presidentit për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë. Berisha paralajmëron gjithashtu padi penale ndaj presidentit Bajram Begaj dhe kërkon që urdhrimi e t'i heqë licencën, duke akuzuar për punësim të kundralishëm në rrjet klinikash private. Të njëjtën gjykata kushtetuese vendosi që përbërja e saj të ripërtërihet gradualisht, duke dhënë prioritet ndryshimeve për 1/3 e anëtarëve, madje duke prekur dhe mandatin e gjyqtarëve aktual. Ky vendim ka shkaktuar reagime të forta politike, ndërto edhe nga ish kryeministri Sali Berisha. Berisha deklaroi se vendimi i tokave të zeza shkel ligjin organik të gjykatës kushtetuese dhe opinionet e Komisionit Venecias. Presidenti ka xhepin dhe s'ka kushtetut. Sa dushi kodin e mafjes dhe s'ka kur në një shteti shqiptar nuk është fyer dhe poshtruar në një mënyrë të tillë. Sonila Bejtja ka filluar detyrën në vitin 2020. Ja çdo lloj dyshimi përveç rrethit të kuq si armike e narkoshtetit, ajo nuk mund të prekej mandati gjerë në vitin 2028. Dhe thot, vazhdon Komisioni Venecias. Gjyqtarët kushtetues duhet të gëzojnë gjithmonë një mandat të plot 9 vjeçar, edhe nëse janë zgjedhur me një farë vonese, sepse fillon në momentin që ajo bën betimin, ajo bën betimin. Po këtu është gjë e paparë ndonjëherë. Gjykatësit kushtetues nuk kanë kushtetut. Berisha e lidh nxitimin e këtij gjykimi me gjyqtaren Sonila Bejtja, e cila ishte relatore e vendimit që pezulloi zbatimin e dekretit të presidentit Bajram Begaj për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë. Zero tolerancë ndaj mendimit ndryshe. Zero tolerancë ndaj pakicës, sepse e vërteta është duhet ta pranojmë. Dhe natyrisht duhet themi këtu, relatore për këtë çështje ishte Sonila Bejtja. Ky akt dëshmon rënien e plot të institucioneve të këtij vendi. Rënien e plot të kushtetutës. Ish kryeministri paralajmëroi se përveç sulmit ndaj gjykatës, do të ndërmarrë veprime ligjore edhe kundër presidentit Begaj. Dhe ky ushton detyrat e xhepit, shkon dhe punon në privat, duke shkel në flagrante nenet e kushtetutës. Jo një, 2 nene, shpirt e saj. Ky i turroi me tërbim gjykatës kushtetuese, me thyrje, brutalitet, pse ato vendosën ta anullojnë Bejtja. Dhe do ipet për ndjekje penale. Ai kërkoi nga urdhri mjekut që t'i hiqet licenca mjekësore presidentit, duke theksuar se Begaj punon në një rrjet klinikash private në shkelje të ligjit dhe kushtetutës.
Konferenca e kryetarëve të kuvendit nuk arriti dakordsim për dy propozimet e opozitës të cilat lidhen me ngritjen e komisionit hetimor për agjendën special të FBI-s Charles McGonigal dhe përdorimin e administratës shtetërore në zgjedhjet e 11 maj 2025. Shumica socialiste la një dritare të hapur për opozitën duke njoftuar se propozimet do të shqyrtohen në një tekst të ripunuar në seancën plenare të 30 tetorit. Nga ana e saj opozita deklaroi se veprimet e shumicës po zvogëlojnë hapësirat dhe mekanizmat e kontrollit parlamentar. Konferenca e kryetarëve të kuvendit të Shqipërisë nuk arriti të gjejë dakordsim mbi dy propozimet e fundit të opozitës. Sipas tyre, kërkoi ngritja e komisioneve hetimore për çështjen e ish agjendit special të FBI-s Charles McGonigal dhe hetimin e përdorimit të administratës shtetërore për qëllime elektorale në zgjedhjet e 11 maj 2025. Megjithatë, shumica socialiste përmes kryetarit të saj të grupit Tauland Balla njoftoi se dy propozimet do të shqyrtohen sërish në seancën plenare të 30 tetorit në një tekst të ripunuar. Sot në konferencën e kryetarëve kam rishprehur qëndrimin dhe dëshirën tonë të pranojmë çdo kërkesë, instrument kontrolli parlamentar, çdo kërkesë që bazohet në rregullat e gjithë pranuara nga ligji dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, në fakte dhe grup fakte, jo në thashatheme. Qëndrimi i Partisë Socialiste i mbajtur nga kreu i grupit saj ishte i qartë se ata kishin një mendim ndryshe për një tekst alternativ në raport me tekstin që ka paraqitur Partia Demokratike dhe duke qenë se ja jep kushtetuta këtë drejt, ne do të mbetemi në pritje të tekstit tyre alternativ për të depozituar pranë kuvendit për të parë ndryshimet që ata propozojnë. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi ka qenë i ashpër dhe ka reaguar ndaj ndërhyrjes së zëvendës kryetarit kuvendit agron Gjek Markaj në seancën e së njëjtës në parlament. Gjua që u përdor dje në sallën e kuvendit ka qenë dhumtshme dhe turpshme. Prandaj, përtej çdo caku të pranueshëm dhe kur vjen nga opozita, edhe në kontekstin e opozitarizmit është e papranueshme. Ajo që ndodhi dje nuk mund të fshihet pas finesës suaj letrare. Kam treguar një durim të jashtëzakonshëm dhe nuk jam marr e as do të merrem me sulme personale ndaj askujt. Nëse ju vazhdoni të mbroni atë që ndodhi dje, në fakt po nxisni një klim përplasjesh dhe mosmarrveshjesh që nuk i shërben askujt, as kuvendit, as qytetarëve, as vetë opozitës. Nga ana tjetër, nën kryetari i Partisë Demokratike, Agron Gjek Markaj, replikoi ashpër me Niko Peleshin. E përjetoi me shqetësim dhe dhimbje të thellë këtë që po ndodh në parlament dhe fjalën të cilën e keni marrë peng. Ky është një atentat që po i bëni kësaj shoqërie. Kuvendi është pronë e saj. Ju po përpiqeni të depersonalizoni opozitën, por në fakt po depersonalizoni vetveten. Ju nuk e kuptoni në këtë turra vrap se duke zvogluar lirinë dhe hapësirën e opozitës, keni ngushtuar liritë e hapësirat tuaja jetike, politike e njerëzore. Debati mes shumicës dhe opozitës reflekton tension të vazhdueshëm në kuvend në mënyrën e ushtrimit të kontrollit parlamentar dhe transparencën ndaj institucioneve qeverisëse, duke paralajmëruar se seanca e 30 tetorit do të jetë vendimtare për vijimin e shqyrtimit të këtyre dy propozimeve. Për herë të parë, në zgjedhjet lokale të pjesshme do të aplikohet inteligjenca artificiale për rinumërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit. Kryekomisioneri Lirian Celibashi sqaroi se projekti është eksperimental dhe nuk do të zhvuklojë numërimin manual që mbetet procedurë zyrtare. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato kërkoi që përdorimi i teknologjisë të sigurojë besueshmërinë dhe transparencën e procesit zgjedhor. Në zgjedhjet e pjesshme lokale të 9 nëntorit, stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të testojë për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në procesin e numërimit dhe vlerësimit të fletëve të votimit, si dhe nxjerrjen e rezultateve përfundimtare. Kryekomisioneri Lirian Celibashi theksoi se ky projekt është eksperimental dhe ka për qëllim vetëm të përmirësojë efikasitetin dhe shpejtësinë e procesit, pa e zëvendësuar numërimin manual, i cili mbetet mënyra zyrtare e referimit dhe bazuar mbi të cilin shpahen rezultatet. Kemi filluar në versionin eksperimental përdorimin e inteligjencës artificiale për kërkimin dhe marrjen informacioneve zgjedhore nëpërmjet faqes së internetit të KQZ-s, si dhe për të ofruar asistencë dhe për të krijuar facilitet për administratën zgjedhore, por edhe për subjekte të tjera të përfshirë në procesin zgjedhor, mundësi për ta marrë dhe për ta përpunuar këtë informacion apo për të marrë shpjegime për aspekte ndryshme të procesit zgjedhor. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në
numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do ta zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave, e cila do të mbetet mënyra zyrtare e referimit për këtë aspekt të procesit zgjedhor. Përveç testimit të teknologjisë, KQZ-ja ka shtuar masat e sigurisë dhe trajtimin e stafet për të garantuar se përdorimi i inteligjencës artificiale nuk do të ndikojë në integritetin e procesit zgjedhor. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, u shpreh se modernizimi i procesit në teknologji duhet të shoqërohet me garantimin e sigurisë dhe besimit të publikut, duke respektuar parimet e transparencës dhe llogaridhënies. Testimi i inteligjencës artificiale në këtë zgjedhje pritet të shërbejë si një model për zgjedhjet e ardhshme në vend, duke ofruar mundësi për përmirësimin teknologjik në procedurat elektorale dhe duke forcuar besimin e qytetarëve te procesi demokratik. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka marrë pandehur 2 mjek në maternitetin Koço Gliozheni. Aida Hoxha dhe Erviz Vata të akuzuar për veprën penale të neglizhencës në trajtimin mjekësor. Hetimet nisin pas kallëzimit të një nëne që humbi foshnjën e saj gjatë lindjes. Sipas prokurorisë, vdekja e të posalindurit erdhi si pasojë e përdorimit të gabuar të forcepsit dhe vonesës në marrjen e masave mjekësore. Ekspertiza mjekoligjore ka konfirmuar se ndërhyrja në kohë dhe operacioni Cezarian do të kishin shmangur këtë tragjedi. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për një rast tragjik që ka ndodhur në maternitetin Koço Gliozheni, duke marrë të pandehur 2 mjek ginekolog, Aida Hoxha dhe Erviz Vata. Ata akuzohen për veprën penale të neglizhencës në trajtim mjekësor pas vdekjes së një foshnje gjatë procesit të lindjes. Sipas prokurorisë, ngjarja u kallëzua nga nëna e foshnjës, e cila humbi fëmijën më njëherë pas lindjes. Hetimet dhe aktet e ekspertit mjekoligjor zbuluan se vdekja erdhi si pasojë e dëmtimeve të rënda të shkaktuara gjatë lindjes për shkak të përdorimit të forcepsit. Ky mjet që përdoret vetëm në lindje të komplikuara, është aplikuar në mënyrë të gabuar duke shkaktuar shok traumatik hemoragjik tek i porsalinduri. Ekspertiza ka konkluduar se humbja e jetës së foshnjës nuk ishte rezultati i një komplikacioni të papritur, por pasojë mungesës së ndërhyrjes në kohë. Sipas dokumenteve mjekësore, lindja ishte planifikuar të kryhej me operacion, gjë që do të kishte shmangur përdorimin e forcepsit dhe pasojat fatale. Prokuroria sqaron se mosveprimi i mjekes që u kujdese në procesin e shtatzanisë si dhe mjeku të roje të gatshëm në kundërshtim me detyrimet e tyre profesionale kanë qenë faktori vendimtar që çuan në zhvillimin e një procesi të rrezikshëm të lindjes, i cili përfundoi me humbjen tragjike të jetës të fëmijës së sapo lindur. Procesi gjyqësor në GKK ndaj Plaren Dervishajt dhe Julian Meçajt të dyshuara për atentatin e 1 nëntorit 2019 po shkon drejt fundit. Dëshmitarët e thirrur nga prokuroria e posaçme përfshirë vëllain e një prit plagosurve, pronar hoteli dhe qytetarë të tjerë, deklaruan se familjarët nuk kishin konflikte me autorin e dyshuar. Ato gjithashtu nuk kishin dieni për arsyeën e kryerjes së ngjarjes, ndërsa disa u angazhuan për pajtueshmërinë mes mosmarrveshjeve të mëtejshme. Në seancën e së premtes në gjykatën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit u zhvillua një tjetër raund dëshmish në procesin ndaj Plarent Dervishajt dhe Julian Meçajt, të dyshuar për atentatin e 1 nëntorit 2019 në Durrës, ngjarje ku humbi jetën një person dhe u plagosën 2 të tjerë. 3 dëshmitarët u paraqitën këtë të premte: Vullnet Muça, vëllai i Aleksander Lahos, i cili mbeti i plagosur në atentat, Beqir Boja, i njohur si pajtues gjaqesh, dhe Shaban Jaho, pronar i një hoteli në Durrës. Vullnet Muça, i pyetur nga prokurori Adnan Xholi, tha se as familja e tij dhe as vëllai i tij Aleksander Laho nuk kishin pasur konflikte me ndonjë person dhe se ende nuk e din arsyeën e kryerjes së atentatit. Ai shtoi se nuk ekziston asnjë mosmarrveshje e njohur me autorët e dyshuar. Beqir Boja, i njohur për rolin e tij në pajtimin e gjakëve, u shpreh se familja Ramazan Raja ishte betuar në Kur'an për mosdije ndaj ngjarjes. Ai tha gjithashtu se Genc Maloku, babai i të ndjerit Andi Maloku, premtoi për një periudhë 3 mujore të mos merrte hak, duke i dhënë kohë zgjidhjes dhe qetësimit të situatës. Genc Maloku na dha 3 muaj kohë sipas rregullit shqiptar. Ka qëndruar korrekt deri në momentin e takimit të dytë që u bë brenda 3 muajsh. Dua të di kush më vrau djalin e pafajshëm në rrugë. I tham të ndal pushkën dhe të pres drejtsin. Genci u përlot sepse kuptohet e kishte fëmijë. U ndam aty dhe më dha fjalën se nuk do të përndiqte njëri dhe se do të kërkonte drejtësi për djalin e vet. Shaban Jaho, pronari i hotelit, konfirmoi praninë e tij dhe vëzhgimin e ngjarjes përmes informacionit të komunitetit lokal, duke kontribuar në dokumentimin e situatës dhe përforcuar dëshmitë e tjera.
Sa kaq, në seancën e ardhshme u përsërit thirrja për disa dëshmitar të tjerë, mes të cilëve Luan Mata, babai i Ervin Matës, i cili është padhur në kërkim ndërkombëtar. Gjykata urdhëroi shoqërimin e detyrueshëm të biznesmenit Luan Mata, pasi nuk është paraqitur gjatë thirrjeve të deri tanishme vullnetarisht. Dëshmia e tij sipas PAK do të merret lidhur me vendosjen e territorit në hotelin e tij në rrugën e Dibrës në maj të 2020-s. Në këtë ngjarje u dyshua se ishin implikuar Ramazan Raja, Plaren Dervishaj dhe Julian Meçe. Sipas PAK, Dervishi dhe Meçe akuzohen se i kanë dhënë autorëve automjetin që kanë përdorur rajat për të vendosur territorin. Në Tiranë, policia ka sekuestruar rreth 100.000 euro medikamente të skaduara dhe të pa çdokanuara të përdorura në shërbime stomatologjike në një klinikë në zonën e Don Boskos. Administratori i klinikës është arrestuar ndërsa 2 punonjës dhe koordinatori po hetojnë në gjendje të lirë. Autoritetet po verifikojnë dëmin ekonomik dhe efektet e mundshme shëndetësore për qytetarët. Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion në një klinikë dentare në zonën e Don Boskos, ku gjatë kontrolleve u sekuestruan medikamente me vlerë rreth 100.000 euro, shumica e të cilave ishin të skaduara dhe nuk dispononin dokumentacionin e rregullt doganor. Sipas informacioneve të siguruara në rrugë operative, këto produkte, pavarësisht skadencës dhe mungesës së faturave, zdoganimin vazhdonin të përdoreshin për pacientë që merren shërbime stomatologjike në klinik. Si rezultat i hetimeve, policia arrestoi administratorin e klinikës, 59 vjeçarin turk Adnan Yizdizogli, 2 punonjës të tjerë, një koordinatore dhe 2 laborant janë marrë në pyetje dhe vijojnë të hetohen në gjendje të lirë, ndërsa provat materiale janë sekuestruar për analizë të mëtejshme. Kontrollet në ambientit e klinikës çuan në gjetjen e 300 shisheve medikamente sipas të cilave të skaduara, të cilat ishin përdorur pas një faturë të rregullt fiskale dhe pa dokumentacionin doganor. Autoritetet po punojnë për përcaktimin e dëmit ekonomik që këto veprime mund të kenë shkaktuar shtetit, si dhe për të vlerësuar rrezikun e mundshëm shëndetësor që materialet e skaduara mund të kenë për qytetarët. Hetimet janë ende në zhvillim dhe policia nuk përjashton mundësinë e procedimeve të tjera, ndërsa qytetarët këshillohen të jenë të kujdesshëm kur zgjidhin klinika për shërbime shëndetësore. Policia e Tiranës ka shpadur në kërkim 32 vjeçarin Grisian Latifa, i dyshuar si autori plagosjes me armë zjarri që ndodhi një ditë më parë në hyrje të dhomjes, ku mbeti i plagosur 26 vjeçari Fabio Arifaj. Sipas hetimeve paraprake, ngjarja dyshohet se ka ndodhur pas një konflikti për motive të dobta, i cili përshkallzoi në përdorimin e armës. Policia e Tiranës ka shpadur në kërkim 32 vjeçarin Grisian Latifa, i dyshuar si autor i plagosjes me armë që ndodhi një ditë më parë në hyrje të dhomjes, ku mbeti i plagosur 26 vjeçari Fabio Arifaj. Sipas njoftimit të policisë të Tiranës, ngjarja ka ndodhur në hyrje të fshatit Domje në një zonë të banuar, ku pas një debati të çastit mes dy të rinjve, 32 vjeçari Grisian Latifa i dyshohet se ka qelluar me pistolet ndaj Fabio Arifajt, 26 vjeçari, duke e lënë të plagosur. Pas të shtënave, autori i dyshuar është larguar me shpejtësi nga ngjarja, ndërsa forcat e rendit kanë pritur menjëherë dhe kanë nisur hetimin për identifikimin e tij. Më vonë, gjatë kontrollit të zhvilluar në banesën e familjes Latifaj në Domje, policia ka arrestuar vëllain e autorit të dyshuar, shtetasin inicial pasi në shtëpi u gjetën dhe u sekuestruan armë zjarri, pistolet, një sasi municioni luftarak, 2 radiopolicie dhe sende të tjera të kundërligjshme. Burime nga hetimet bëjnë me dije se konflikti mes palëve ka nisur fillimisht në një ambient lokal në Domje dhe ka vijuar më pas në parkingun e një qendre tregtare, ku ndodhi dhe përplasja e armatosur. I plagosuri Fabio Arifaj është transportuar menjëherë në spital, ku po merr trajtim mjekësor dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të banorëve të zonës, ndërsa grupi hetimor në drejtimin e prokurisë së Tiranës po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe incidentit, identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë qenë të përfshirë dhe kapjen sa më shpejt e autorit të dyshuar. Eci me të tjera informacione, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë KFOR reagoi pas incidentit të ndodhur një ditë më parë ku një automjet i forcës së sigurisë së Kosovës u fut gabimisht në Mitrovicën e Veriut. Sipas deklaratave zyrtare, njësia e FSK-s kishte humbur rrugën dhe u largua menjëherë nga zona me shumicë serbe. KFOR tha se pranon shpjegimin e autoriteteve kosovare dhe mirëpret respektimin e vazhdueshëm të marrëveshjes që ndalon dislokimin e FSK-s në Veri pa njoftim paraprak.
Misioni i NATO-s në Kosovë KFOR ka reaguar pas episodit që ngjalli shqetësime në Mitrovicën e Veriut, ku makina të Forcës së Sigurisë të Kosovës u pan duke qëndruar për disa minuta në këtë zonë me shumicë serbe. Incidenti ndodhi rreth orës 10:30 të mëngjesit të shenjtes, që lëvizej së një autokolone nga Istogu drejt kazermës së FSK-s në Mitrovic. Pas publikimit të pamjes, FSK-ja dhe policia e Kosovës dolën me deklaratë të menjëhershme, duke sqaruar se njësia kishte devijuar gabimisht nga itinerari dhe mendonte se po udhtonte drejt pjesës jugore të qytetit. Navigacioni GPS-it i çoi gabimisht të Veri, tha zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Në reagimin e tij zyrtar, KFOR-i konfirmoi se pranon sqarimin e autoriteteve dhe theksoi se incidenti ishte i paqëllimshëm. KFOR-i mirëpret respektimin e marrëveshjes për të mos dislokuar personel të FSK-s në veri të Kosovës, pa njoftim paraprak dhe pa miratimin e komandit të KFOR-it, thuhet në deklaratë. U riafirmua dhe gjatë bisedës telefonike të zhvilluar në 16 tetor midis komandatëve të KFOR-it dhe FSK-s. Nga ana tjetër, incidenti gjalli reagime të menjëhershme nga përfaqësuesit serb në Kosovë dhe në Beograd zyrtar. Lista serbe cilësoi hyrjen e FSK-s në veri si shkelje të marrëveshjeve të sigurisë dhe paralajmëroi se raste të tilla mund të nxisin tensione të reja. Sipas marrëveshjes në vitin 2013 mes qeverisë së Kosovës dhe NATO-s, çdo dislokim i FSK-s në veriun e vendit kërkon miratimin paraprak të komandës të KFOR-it. Ky zotim i dhënë në kohën e kryeministrit Hashim Thaçi përmes një letre të drejtuar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, mbetet ende në fuqi pavarësisht zgjerimit të kompetencave të FSK-s. Të nderuar televizionistë, zot jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 18 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme me vranësira kalimtare dhe kthjellime në disa zona dhe mundësi për rreshje të lehta në orët e paradites në disa rajone. Në pasditë moti do të jetë më i qëndrueshëm me intervale me diell në shumicën e rajoneve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 deri në 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor-lindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 18 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 18 tetor do të jetë në orën 6:49, ndërsa perëndimi në orën 18:03. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 14 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 17 gradë Celsius. Vlorë, 14 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 20 gradë Celsius. Sarand, 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht freskuese me mot që do të ndryshojë midis vranësirave dhe intervaleve me diell, por pa rreshje të mëdha. Gjatë paradites mund të ketë vranësira të her pas hershme, ndërsa pasdite intervale me diell në shumë rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 18 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 18 tetor do të jetë në orën 6:45, ndërsa perëndimi në orën 17:56.
Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 6 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 6 deri në 15 gradë Celsius. Skënderaj, 6 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 8 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë, 5 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov, 7 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 6 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 15 gradë Celsius. Suhare, 7 deri në 16 gradë Celsius. Prizren, 8 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.